duhet një mëngjes me uqu Albin Kurti edhe me thonë e kom një problem shumë të madh. Asnjë shkollë në Kosovë nuk është e sigurt për me shku në Nxancë. Qeveria duhet me nxjerrë një ligj special për sigurinë në shkolla. Elementi i parë, shkollat në Kosovë nuk kanë përgjegjës për sigurinë. Nuk kanë person të emëruar zyrtarisht, ligjërisht, i cili ka kompetencën për sigurinë e shkollës. O pjesë e ligjit kjo me pas... Drejtori i shkollës, si person i cili mbikëqyr aspektin pedagogjik, organizativ të shkollës, nuk ka kompetenca edhe trajnime ose edhe kompetencë profesionale me u marrë me sigurinë e shkollës. E dyta, stafi i shkollës nuk ka kompetencë dhe përgatitje profesionale me u marrë me sigurinë e shkollës. E treta, mësuesi duhet me u zhvesh prej kompetencës me u marrë me sigurinë dhe me çështjet e dhunës. Mësuesi është pedagog, është aty për me dhënë mësimin. Ndërsa mekanizmat e tjerë, të cilët duhet me ndërtu shteti brenda shkollës, duhet me marrë trajtimin, rastin me trajtu profesionalisht prej momentit kur mësuesi gjen problem të cilët nuk ka kompetencë me bë. E kush është me qenë një person mu punësu në shkollë për jo një person. Unë po mendoj që Kosovës i duhet një mëngjes me uqu Albin Kurti edhe me thonë e kom një problem shumë të madh në qëtë vendin tonë që është siguria në shkollat tona. Dhe duhet me pa mënyrën se qysh duhet mu zgjidhë. Duhet me pa që krejt sistemi vazhdimisht po dështon. Në secilin rast që e kemi pas, dështon një hall, 2 hallka, 3 hallka, dhe në këtë rast duhet me nis një plan i cili nënkupton me ndërtu një ligj special për sigurinë shkolla. Ligj special, i cili kërkon investime, i cili imponon standarde. Nuk mundet komuna e Dragashit me qitë standard të ndryshëm për sigurinë shkolla e komuna e Prishtinës standard të ndryshëm. Pra, qeveria duhet me nxjerrë një ligj special për sigurinë në shkolla, i cili ndërton strukturën qeveritare, e zhvesh komunën komplet prej kësaj kompetence dhe ndërton strukturën qeveritare të sigurisë në shkolla. E çka me pas ma ligj për shkolla? Pse me ligje ndreq kur i kena 100 ligje? Çka kemi problemin elementar? Cili është profili? Shqipëria ka nisë. Shpjegoj edhe në fund çka duhet me pas ai ligj. Çka kemi na problemin esencial? Asnjë shkollë në Kosovë nuk është e sigurt për me shku në Nxancë për shkak të rrezikut prej zjarrit, rrezikut prej tërmetit, rrezikut prej evakuimit, rrezikut prej rasteve të sulmeve. Dhe kjo i njërohet komplet. Shkollat nuk kanë certifikim të sigurisë, nuk kanë plane të evakuimit, nuk kanë plane emergjente. Pra, po flasim për nivelin general. Sot më na ndodh një fatkeqësi me një shkollë tonë, nxënësit nuk din ka me ik, mësues nuk din ka me qu dhe nuk ka person i cili jep ndihmën e parë. Pra, duhet mu ndërtu një ligj special, i cili shkollat i certifikon në aspektin e sigurisë. Pra, nuk ka me pas shkollë në Kosovë pa i pas standardet minimale të sigurisë. Ama çysh mbron për Dajakos? E dyta, zyrtari i sigurisë, i cili certifikohet. A ky zyrtar apo po qenë edhe mësues edhe? Ja, ky është zyrtari specializuar i cili rën shkollë, i cili e merr kompetencën për sigurinë. Nuk ka më marrë punë edhe sa mi njerëz Kosovë. Kur gjë nuk është problem. Nëse na e zgjidhim problemin e dhunës në shkolla, problemin e... Po flasim për sigurima fizik, Jo, nuk po flasim për siguria, po flasim për zyrtarin. Nuk po flas për sigurin. A kompetenca ka një zyrtar? Ka oficer të sigurisë, është tjetër Ky mëdha. zyrtari ka kompetencë me ndërtu komunikimin me autoritetet e sigurisë në momentet kur duhet. E bën drejtori. Po, cilë është profili i përgatitjes? Është problemi këtu Krishnik. Tash, Që nuk është ky zyrtari ka për obligim me ndërtu planin e evakuimit, planin emergjent, me u kujdes për sigurinë e në shkollës. Prishtinë kanë shumica shkollave për shembull. Kon. Planet e sigurisë të evakuimit dhe ka strategji të Jo sigurisë. është problemi. Në Prishtinë, çka jam të thonë unë, në Prishtinë shumica. Nuk duhet me kon shumica, duhet mi pas krejt. Ose krejt ose hiç. Na nuk mujna në një shkollë me pas standardin tjetër, me një shkollë me pas standardin tjetër. Këta zyrtarë të sigurisë, për cilët po flasim na, këta duhet me u certifiku dhe duhet me u nështru certifikatet çdo vit. Në mënyrë që kontrolli punës tyre më u zhvillu në mënyrë strikte. Këta zyrtarë duhet me siguru që çdo gabim që ndodh në siguri, me dhënë llogari. Pra që kjo është problemi bazik elementar. Na thirremi në disa rregullore, thirremi në një kaos total që e kemi lënë sigurinë dhe trajtimin e rasteve të dhunës.